Përshëndetje sërish gjithëve, jemi në një tjetër episod të Tirana 360 gradë, një podcast që mundsohet nga Bashkia Tiranë dhe mezi e kam pritur këtë ditë që të flasim për këtë temë sepse është shumë e rëndësishme për ne të gjithë. Flasim për një traditë shumë të hershme shqiptare, nëse ka diçka për cilën e njihemi ndër shekuj, është pikërisht mikpritja. Dhe përgjatë viteve shumë gjëra kanë ndryshuar, ama thelbi i mikpritjes ka mbetur i njëjtë. Dikur një mik shëtrokiste në derë, dhe për ne miku është i shenjtë, mund t'i servirej ndoshta buk, krip, zemër. Okej, tani me kalimin e kohëve është konvertuar në një kafe të ngrohtë, një gotë raki, por sidoqoftë miku vazhdon të mbetet i shenjtë dhe hapësirat mikpritëse vazhdon të jenë shumë interesante, shumë të rëndësishme dhe me sa duket investohet shumë. Sot do të kem dy të ftuar shumë të këndshëm, të cilët do t'ja prezantoj më një herë. Tirana 360 gradë. I ftuari i parë në fakt është një mik i vjetër i imi. Ne kemi studiuar së bashku financë, por Egli vendosi që përgjatë jetës të bëj disa zgjedhje më të zgjuara se unë, duke u përfshirë në tregun imobiliar, në ato që të paktën në opinionin tim duket sikur të jetë një industri e jashtëzakonshme dhe po lulëzon dita ditës. Quhet Egli Alimerkaj, prej 8 vitesh tashmë është konsulent imobiliar në Remax Concept, apo jo? Egli, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi që të rishihemi pas kaq shumë vitesh. Ç'a bëhet? Greta, përshëndetje. Jam edhe unë i lumtur që jam në studion tënde sot. Mendoj që secili prej nesh ka bërë zgjedhjet e dhura, pasi edhe unë të shikoj një lloj po të arrir në punën që po bën. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. U bë 8 vjet që bëj këtë profesion. Pasi mbaruam studimet fakultetin ekonomik dhe e fillova si një punë le të themi afat shkurtër. Por që tash ndodhem kam gjetur këtë habitatin tim dhe nuk mendoj që di të bëj diçka më mirë se kjo. Edhe unë jam e sigur për këtë, do me thënë i kam parë edhe zhvillimet e tua, dua ta sugjeroj Eglin si një bashkëpunëtor shumë të rëndësishëm. Ne kemi pas edhe 2 raste të vogla në fakt bashkëpunimesh më herët, por tani unë kam nevojë që të mësoj disa gjëra nga ty. Në morinë e gjithë këtyre ndërtesave të reja në Tiranë, e këtij lulëzimi që po thoja, si ka ndikuar në të vërtet zhvillimi imobiliar në transformimin e Tiranës si një destinacion kaq turistik? Do me thënë si të duket aty? Atëherë, mendoj që secili prej nesh mund të ketë bërë punën e vet. Jam e sigurt. Po, dhe kjo është arritur nëpërmjet marketimit vazhdueshëm, nëpërmjet sugjerimeve që ne u japim klientëve tanë në cilët zonë të Tiranës ne shohim me një të ardhmë më të ndritur dhe gjithashtu pjesën e perspektivës që kanë, pjesën e investimit që klienti duhet të bëjë sot dhe kthimin në një afat sa më të shkurtër. Kjo kryesisht duke orientuar klientët për zonat, le të themi, që ne i shohim më të ndritshme, duke pasur një kërkesë më të madhe dhe në varësi të bizneseve të cilët do të akomodohen aty. Shumë interesante. Pra, pa u përzier sadopak me këtë pjesën e kthimit nga investimi, se tani më kujtohen ato leksionet e financës dhe të dija cilat janë këto zona që preferohen më së shumti, ato që dhe ju sugjeroni më shumë. Flasim në Tiranë. Për sa i përket pjesës së investimeve, kryesisht klientët të cilët i blejnë për t'i dhënë me qira, për t'i punuar në Airbnb apo platforma të tjera siç mund të jenë Booking, po akomoduese, kryesisht janë zonat rreth qendrës. Qendra është ajo që është pjesa më lakmuar e tortës që të gjithë e duam. Po të gjithë e synojmë. Është pjesa e cila ecën më shumë në pjesën e investimit të qiras, pra le të themi është një investim i sigurt, është zona rreth pazarit të ri. Po tashmë është bërë një atraksion turistik. Çdo vizitor që vjen do që ta shikojë. Gjithashtu pjesa e rrugës Elbasanit deri te zona e stadiumit mendoj që është një mini qendër e dytë në gjithë botën. Gjithashtu stadiumet janë pikë orientuese, por që edhe këtu te ne gjithashtu zona rreth liçenit, duke përfshirë pjesën e gardës. Ndjes që të ndërpres, po te zona e Elbasanit më kujtoa një ndërtesë shumë interesante. Downtown quhet? Po, atëherë është një ndërkullat më të mëdha, ndërtuar vitet e fundit, është risi në tregun ton tani janë kullat, dhe po t'i vëmë re që Tirana po bëhet si një mini New York u vogël. Pra, në çdo pjesë të sheshit Skënderbej ne kemi në një kull të ndërtuar. Mendoj që do të sjellë një zhvillim më të madh në pjesën e biznesit. Absolutisht. Domethënë do ketë më shumë biznese, do ketë më shumë njësi shërbimi dhe mendoj që të gjithë që
të gjithë kërkesat, le të themi, si nga tuaj, si nga klientët potencial shqiptar janë rreth qendrës, rreth këtyre kullave. Dhe po përmendje zonën e liçenit gjithashtu, edhe ajo është një atraksion. Zona e liçenit, pjesa rreth sheshit Wilson, pjesa e Myslimshyrit gjithashtu me atraksionit që ka po themi shtëpinë e gjetheve, zonat rreth qendrës, të cilët turistët i kanë të kapshme me këmp, zona e rrugës Kavajës, le të themi nga pjesa e 21 dhjetorit, le të themi Unaza e vogël e Tiranës është shumë e kërkuar dhe është le të themi një investim shumë i sigurt. Po sa i takon këtyre zonave kaq të lakmuara, vizitorëve të jashtëm, ata si është procesi, domethënë, ata më njëherë zgjedhin që të blejnë një apartament apo një hapësirë biznesi, apo shohin më intriguese këtë pjesën e një qiraje afatgjat, si e ke vënë në? Shiko, Tirana është rritur për mirë në arenën ndërkombëtare, pra i është bërë një jehon të saj, po ta krahasoj me Tiranën, e cila mund të ketë qenë përpara 10 viteve. Kemi një prezencë të numrit të vizitorëve që vinë vizitojnë dhe le të themi dashurohen me Tiranën. Vinë për herë të parë me idenë që po shohim diçka të re, një atraksion dhe pastaj fillojnë që secili prej tyre do dojë të ketë një folezë në qytetin e Tiranës. Kryesisht janë të huaj që lakmojnë qendrën, tash në gjithë botën qendra ka përmbetur qendër dhe mendoj që është një ndër investimet më të sigurta. Kemi pasur raste që kanë ardhur për periudha afat shkurta dhe kanë menduar pse të mos e kemi një apartament në Tiranë. Po, a ke hasur ndonjëherë kërkesa kështu të çuditshme gjatë punës tënde, të tipit se dua një apartament në mes të Tiranës, po e dua me pamje nga deti? Tani në punën që bëjmë të përditshme kemi mesatarisht takojmë 10 deri 15 klientë çdo ditë, të cilët konsumojmë kafe, biseda dhe secili nga blerja e një apartamenti është një histori më vete. Po ama të paturit mesatarisht 15 klientë për ditë, do të thotë që ka një interes goxha në masë. Patjetër që po, deri tani që po flasim, madje edhe vitet që kanë shkuar kanë qenë shumë të mira, le të themi në pjesën e tregut imobiliar. Ndërkohë, meqenëse se ishte edhe ky opsioni i të marrit me qira, dhe duaj që të kalojmë dhe pakës tek Airbnb-a dhe hotelet. Si e sheti këtë trendin e vizitorëve të huaj, ndoshta edhe pse mund të mos jemi ekspert të fushës në këtë pikë, apo të kemi statistikat e duhura, po të duket sikur ka një rritje të tregut të Airbnb-ve krahasimisht me hotelet? Atëre, ose apartamente, do me thëmë për të marrë. Duke vërejtur në jetën e përditshme, pozitive është fakti që kemi një prezencë markave të hoteleve ndër më të mirë ndër botë, tashmë janë prezente edhe në tregun tonë, le të themi në Tiranë, që përpara disa viteve nuk është se konceptoheshin, por ardha e turistëve, vizitorëve ka pas një ndikim duke sjellë dhe këto brande. Ndërkohë gjithashtu në punën e përditshme shikojmë që ka shumë klientë të cilët apartamentet e veta, sidomos janë këta klientë që kanë një apartament rreth qendrës, e kanë bler, e kanë një trashëgimi nga familja, të cilët po shikojnë për të punuar në Airbnb apo Booking. Dhe siç është ajo shpreha që oreksi vjen duke ngrënë, e fillojnë gjithmonë me një apartament, zhvendosen vetë në një zonë më periferike, le të themi në Alidem, në Fresk, apo blejnë një apartament me kredi dhe nëpërmjet këtyre të ardhurave të qiradhënies paguajnë këstet e kredisë. Kjo është gjë shumë e mirë pasi ka një prezencë të kërkesës, duke qenë se po marrin këto objekte. Ty si do duket, çfarë kanë ekstra Airbnb-t ndryshe nga hotelet për shembull? Ekstra, atëherë fillojmë që nga pjesa e çmimit, që pothuajse gjithë Airbnb dalin me një çmim më ekonomik se sa hotelet. Dhe normalisht turisti kur vjen në Tiranë, sikur edhe ne kur shkojmë turist diku jashtë, mundohemi të marrim diçka më ekonomike. Nga ana tjetër është rritur shumë cilësia e Airbnb-ve, pra ka një konkurrencë midis llojit të vet, pra luksi dikur mund të quhej luks, tani është domosdoshmëri sepse vizitori kur në momenti që vjen ka mundësi të zgjedhë. Pra do marrë diçka afër qendrës me parket, me ashensor, me parkim të përfshirë, apo do marrë diçka pak më tutje, qoftë edhe me një çmim ekonomik. Zgjedhin të parën. Gjithashtu është pjesa e hapësirave. Edhe ne në fakt sikur e ngjit luksi kështu, e duam shumë prezent. Vuajmë për pak makina të mira, për pak shtëpira. Është edhe pjesa tjetër, pjesa e hapësirave, që pjesa e Airbnb-s të ofron hapësira pak më të bollshme, të ofron mundësinë e një këndi të gatimit aty, pra, po, është një përvojë tjetër. Është përvojë tjetër, turisti kur vjen qoftë edhe për çështje kënaqësie, por qoftë edhe për çështje ekonomie, do preferon të pjesën e Airbnb-s. Por ndërkohë nuk mund të mohojmë faktin që kemi dhe hotele shumë të mira, apo jo. Patjetër që mund të përmendësh disa për shembull nga Patjetër që kemi dhe shqyqyr që kemi, pasi janë vlerë e shtuar për pjesën e ekonomisë së qytetit, gjithashtu dhe për turistëve që vinë, pasi
kemi kategori të ndryshme turistësh. Pra turistë preferojnë pjesën e hoteleve, kemi dhe turistë preferojnë pjesën e Airbnb-ve. Kemi prezencë të gigantit spanjoll që është Melia, që dikur nuk është se ka qenë prezente në Shqipëri. Pra le të themi që ishte struktura e hotelerisë ajo që zgjidhte se ku të shkonte. Kemi pjesën e Marriotit, kullën e bukur të stadiumi. Kemi pjesën e Interkontinentalit, Hayatit tashmë është prezent në qytetin e Tiranës, po nga viti në vit kemi shtohen brendet të njohura. Pa, edhe për qëllime ndryshme, absolutisht, se më kujtuar tash edhe hoteli im i preferuar të paktën unë në Tiranë jetoj, por me qenë se është i orientuar drejt biznesit, Hilton Garden Inn, po, pëlqen jashtëzakonisht shumë se ndonjëherë kur shkoj atje thjesht për të pirë ndonjë kafe, domethënë më duket sikur gënjej diku që kam një takim pune, një takim biznesi. E mira është pothuajse çdo hotel tani ka të ndarë këtë pjesën e strukturave të meeting, domethënë në çdo hotel është prezent, kështu që thash janë vlerë e shtuar edhe për bizneset e përgjithshëm. Pra është e sigurt që gjithmonë ka zgjidhje për çfarë do lloj gjëje. Patjetër që po. Po, doktori ju gjen zgjidhjen më njëherë. Po ti a shen ndonjë zonë tjetër në Tiranë si të jetë si më thonë një qendër e re? Tashmë Tirana është bërë në disa qendra, mendoj. Pra kemi disa qendra, pa diskutim që për mendimin tim çështja mbitorët është qendra e Tiranës, zona rreth Skënderbeut bashkë me Kullat që ka për të mbetur atraksion. E shoh në zhvillimin e biznesit ka për qenë vazhdimisht shumë e kërkuar. Lum kush e ka një apartament apo një zyrë në këto kulla, pasi mendoj që thash është investim i sigurt. Pastaj pjesa tjetër, qoftë për investim për qiradhënie, qoftë edhe për blerje, mendoj që Tirana tashmë është bërë poli. Ka disa qendra, zona rreth bulevardit të ri është diçka më ekonomike. Po, shumë interesante. Po në një hark kohor për 5 vitesh aty kemi për të zhvendosur bashkia, ka për të zhvendosur biznese të ndryshme. Rrjedhimisht do rritet edhe kërkesa, do rritet edhe çmimet e qirave. Patjetër. Zona e komunës Parisit, zona rreth liçenit, rruga Elbasanit, gjithashtu dhe zonat po themi deri diku pak më periferike, siç është zona e Freskut, zona e edhe ajo është shumë e lakmuar. Ajo është për familjet e reja, të cilët ka një buxhet më të konsiderueshëm, por që unë do të sugjeroja zonën e Paskuqanit. Po. Lum kush do blinte për para vitit të ri, pasi hapja Onazës i ka dhënë një zhvillim të ri qytetit të Tiranës dhe normalisht ka arritur edhe çmimet. Zona e Freskut po ashtu, zona e Astirit, zona e Farkës. Zona e Farkës është shumë e mirë, por ndërton rezidenca shumë luksoze, të cilat ofrojnë kushtet optimale për banim, janë shumë të kërkuara, por pastaj kemi në varësi të buxhetit gjithsecilit. Sa ke këmbët do shtrish organin. Apo sekondër, sa ke organin do shtrish këmbët. Diçka e tillë. Për tesha kas janë shumë cilësore, ofrojnë kushtet ideale për banim. Normalisht pastaj janë përpjesim të drejtë me atë që ne do duam të investojmë. E vërtet. Unë imagjinoj të gjitha këto zonat luksoze që përmend ti. Sikur momenti që hyn duhet të kesh disa asistent digital që të freskojnë me gjethe palmash. Nuk është. Por kam përshtypjen se e njëjta përvojë ndihet. Ndjesia është e njëjtë pasi ka prezencë, po them security 24/7, familjarët janë më të sigurt, fëmijët kur dalin në ambientet rekreative aty ndihen më komod, pra në ndryshim në pallatet që janë, po them tek pallat që gjysha ose mamaja është e detyruar ta shoqëroj këtë fëmijën, aty hapësirat janë më të sigurta, mendoj që ja vlen. Egli një pyetje kështu shumë e drejtë për drejtë. A kanë Tiranë ndonjë shtëpi që i ka të gjitha, domethënë vendodhjen perfekte, pamjen fantastike, çmimi shumë të mirë, apo është një mit urban ky? Jo, nuk do ta besoja që është një mit urban, pasi absolutisht që ka. Kjo shkon pastaj në përpjesim të drejtë të vendit ku duhet ta blejmë, pra vendodhja është ajo që ne blejmë në të shumtë të rasteve. Pastaj karakteristikat e ndërtesës, por le të themi që në një objekt të caktuar pranë qendrës, patjetër që e gjejmë atë perfekten e dur, me katin e dur, me orientimin e dur, me pamjen nga deti ndoshta. Por që në opinionin tim personal, unë mendoj që perfekta është momenti që do ta ndërtosh vetë. Sa e bukur ishte kjo. Do të thënë e personalizon, ke djersitur për të, je pjesë e saj, qoftë në ndërtim, qoftë në gur, në gjithçka, ajo mendoj që është ideale dhe perfekte. Pastaj në momenti që na kërkojnë diçka perfekte të përgjithshme, mundohem të orientoj klientët duke i thënë që 100% nuk do ta gjejmë asnjëherë atë që duhet, sepse për mendimin tim perfektja do ishte
te Kali i Skënderbeut, ose te Kulla përballë, shumë e bukur dhe mundësisht ta kisha pa para fare. Kjo është perfekte. Por që nuk e di ekziston apo jo. Se besoj asun këtë, po më bën shumë sens kjo që ti. Egli, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që gjete kohë të vije këtu. Dhe si përfundim diçka të fundit që do mund të sugjerojë ndokujt që dëshiron të investoj apo të blej apartamente në Tiranë apo të krijoj biznese, çfarë do të sugjeroje? Unë do të sugjeroja gjithë moshave të reja dhe jo vetëm për të bërë një hap investim, për të blerë diçka në Tiranë, qoftë për ta dhënë me qira, qoftë edhe për të rishitur. Në real estate kemi një shprehje që mos prit kohën që të bien çmimet dhe të blesh, po bli dhe prit kohën që ta rishesësh me çmimin e dur. Pasi tani që po flasim kush ka bler përpara 5 viteve, përpara X viteve, nuk po them përpara 5 viteve, po ndoshta edhe vjet po ta kishim bler një apartament, e sigur që çmimet e vjetshme tani që po flasim janë okazion dhe nuk i gjen më. Kështu që Greta, kur të mbarojmë emisionin që do pim atë kafe, do ta sugjeroj edhe ty disa zona që unë personalisht do investoja si për veten time. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe mua më duhet ajo. Tirana 360 gradë. Përshëndetje sërish, vazhdojmë të jemi në episodin e 5 të Tirana 360 gradë. Dhe sapo kemi përsjell Eglin, por, siç ju premtuam, tani ka ardhur një vajzë e cila përveç se është shumë e bukur dhe shumë e talentuar, ka shumë për të folur për sa i përket situatës së Airbnb-ve në Tiranë dhe kam përballë meje Fiona Çuka. Tani, pse do na flas Fiona për Airbnb? Së pari dua të them njëherë që Fiona është arkitekte, ka studiuar në Tiranë dhe në Lisbon. Se ka marrë diplomën akoma. Shumë suksese dhe lart të më lart. Jam e sigurt që ka përndodhur kështu shumë shpejt apo jo, se e di që je në momentet e fundit të studimeve. Po ti gjithashtu menaxhon, je host dhe menaxhere. Host dhe menaxhere, saktë. Edhe pastrus. Edhe pastrus në të gjitha merat. Të gjitha ça del. Në 5 apartamente në Tiranë, po. Tani unë dua të di si fillim, çfarë të shtyll ty ta bërje këtë iniciativë, domethënë? Në kohën që jetoja në Lisbon, unë ndaja apartamentin me, domethënë apartamenti kishte 5 dhoma dhe 2 prej tyre ishin Airbnb. Domethënë ishin turistë që vinin, dilnin ditë për ditë, kishte edhe qëndrime më afatgjatë, po isha konstant, domethënë me njerëz të ri që edhe jetoje dhe isha në kontakt, domethënë, dhe me turistë të tjerë. Kuzhina ishte e përbashkët, kështu që nuk e ndaja shtëpinë vetëm me njerëz që jetoja aty gjatë gjithë kohës, po edhe me njerëz të huaj. Dhe po që doli shumë e bukur, dhe mbasi u ktheva nga Lisbona, mbas jetesës për herë të parë vetëm, e pavarur, vendi i ri, pastel de nata. Kur u ktheva, kisha akoma atë adrenalinën e dëshirës për të jetuar vetëm. Edhe ky trend i Airbnb-s ishte në rritje, domethënë, mbaj mend që pas Covidit në 2021 që ishte pati atë bumin e parë të dëshira e gjithëve për të kapur apartamente dhe për t'i bërë Airbnb. Por arsyeja ime nuk ishin lekët primarja, ishte doja të bëja pak a shumë të njëjtën gjë dhe këtu, duke ditur që turizmi që është tani në Shqipëri nuk është ai i shtrenjtë, është domethënë një turist që nuk do të harxoj shumë edhe të shohë vende të reja. Kështu që unë doja të bëja të njëjtën gjë, të merrja një apartament me 3 dhoma, edhe tek njëra të jetoja vetë dhe 2 të tjera të jepja me Airbnb. Edhe normalisht dhe e kërkoja afër mamit, kështu që nuk do shkoja shumë larg. Safe, e gjeta një të gjitha aspektet. Safe, e gjeta një, me thënë të drejtën, nuk e përfundova dot, po pastaj thash që e kam si mendim pse mos ta bëj siç duhet, edhe pse mos të ndahem nga familja për të përmbushur këtë kështu si ëndër, domethënë. Po. Edhe mund të them që është iniciativa ime e parë në biznes. Po, është patjetër që është shumë iniciativa e parë. Kështu që nisi me 3 apartamente fillimisht, që unë i mora gjatë të mobiluara, domethënë një i kam timin dhe 2 të tjerat i kam marrë me qira. Të gjitha apartamentet e tjera janë me qira. Okej, super. Kështu që 2 ishin të mobiluara dhe 2 të tjerat i mobilova vetë si arkitekte që jam.
E pra, se këtu doja ndalësh, kur ishin tashmë të mobiluara, domethënë, si është kjo sfida e momentit për dikë që vërtet ka studiuar arkitektur dhe këtë pjesën e interierit duhet ta ketë patjetër shumë të rëndësishme. Po është pak problematike, po aty hyn pastaj mendime që edhe njerëz të jashtëm të sillin pak me këmbë në tokë, domethënë se kur je kështu që do çdo gjë të kuruar në detaje. Edhe duhet të kesh njerëz, Fiona nuk do jetosh vetë këtu, do gjenerosh të ardhura, kështu që gjej shtëpi që kanë ato facilitetet kryesore. E vërtet, e bëre duket shumë e lehtë, po unë të njoh nga jashtë ti je njëri shumë kritik, shumë përgjithsisht, dhe janë shumë kurioze se si kemi mobiluar të paktën ndonjë prej apartamenteve që ne do t'i ndjekim dhe pamjet në vijim për një apartament specifik. Të dy apartamentet, mendova të janë sa më minimaliste, do të thënë minimaliste, jo që të duken bosh, por të gjej e para mos të harxoj shumë, mos shpenzoj shumë para për mobilimin, që rrjedhimisht më sjelli edhe një kosto të ulët, si edhe te çmimi i natës edhe në total, do të thënë se gjithmonë është risk ajo që merr përsipër, nuk dihet se si do përfundoj, që nuk doja të harxoja një kapital shumë të madh në fillim. Dyta është shumë e lehtë të kombinosh momentin që nuk bëhet shumë maksimaliste, situata pak më qetë, pak më serin, është edhe trend tani që e preferojnë më shumë njerëzit. A ka qenë vërtet trend në Tiranë kjo pjesa e Airbnb-ve apo është diçka që ka ekzistuar më parë? Airbnb-a, do më thënë revolucioni që solli Airbnb-a është thjesht emërtimi. Jo vetëm unë, po të gjithë e mbajmë mend që apartamentet me qera, sidomos në jug, ka qenë një tabel që ti e shifje çdo 50 centimetra, po them sa për atë fugën nga tabela në tabel. Kështu që si fenomen në Shqipëri edhe në kryeqytet edhe në qytete të tjera ka qenë gjatë ekzistent. Por Airbnb-a bëri atë që në çdo rezervim që ti bën edhe në aplikacione të tjera, ti referohesh me termin Airbnb. Kështu që i lumta ti që e bëri këtë, se ka marketing falas në çdo moment që flitet për një apartament me qera ditore ose edhe për shumë muaj. Por që është super fenomen kur e mendon kështu. Mund të ndash në një kështu situatë sekletshme, të çuditshme. Pa fund. Gjëra që mund t'i themi. Mund të them këtë që kur kam qenë në Lisbon, ka pasur situata të vështira që s'dua ta përmend këtu. Po mendoja që nuk do ndodhte e njëjta gjë me mua, të paktën jo me rezervimin e parë. Se të ka ndodhur shumë me të parën? Me të parën. Ja. Edhe kam pas një rezervim një javor dhe të betohem nuk e kam parë shtëpinë. Ka qenë dhe shtëpia ime, ka qenë shtëpia e parë, nuk kisha marrë akoma me qira shtëpitë të tjera. Nuk kam parë situatë më të rëndë. Çorapen, frigorifer, furre karbonizuar, tualeti bllokuar, dushi që nuk ka qenë kurrë, nuk e di, letra pafund. Ajo që më ka bërë për qeshur, letra pa vlerë, të pari përdorimshme. Po çorap jam frigorifer, ka qenë, nuk më del akoma sot në ndër. Po ty të ka ndodhur që në përvojën e parë, çfarë të shtyu që të mos hiqe dorë, domethënë, apo besimi në një. Tu dalin të lekët. Edhe të apartamenti dytë, edhe i tretë, edhe i katërtë. Më tregoj një çik më shumë tani për situatën se si mund ta menaxhosh të gjithë të gjën. Do të thënë ti je vetë menaxhere, vetë host, ke absolutisht dhe suportin e familjes. Po sa e vështirë është ta bësh këtë, ndërkohë kam parasysh dhe jetën tënde, ndërkohë që je duke mbyllur studimet, ndërkohë që je dhe punësuar. Si ja del? Pjesa e shërbimit të klientit nuk është se të bllokon shumë në etapa të tjera të ditës, si puna ose studimi apo qefi. Është aty paralel me ty, po nuk të pengon. Ose e merr ti më shumë sportivitet. E marr dhon me sportivitet, se vdes për sport. Kot. Ka bën
sens. Edhe po duhet të kesh një kontroll shumë mirë të nervash, duhet të shërbimi klientit është komunikimi me klientin, po art me vete. Edhe duhet të jesh gjithmonë i qetë. Mos ta humbësh kur të ruan kur i thon. Pra kjo është një ndër këshillat që për shembull do mund t'i jepje dikujt që merr përsipër të listohet në këtë lloj industrie, të merret me probleme me nervat. Qëndro larg. Qëndro larg. Mos i bësh punë vetes. Merr një menaxher, bëu vetëm host. Bëu vetëm host, po. Me shihemi tek host. Duhet të bëj një paralelizëm mes qëndrimit në hotele dhe atyre në Airbnb. Flasim këtu dhe për turistë, për vizitorët huaj. Në një ndeshje imagjinare, hipotetike, mes një recepcionisti hoteli dhe një hosti të Airbnb, kush do fitonte? Tani, po flas pak kështu, po dal kundra vetes, po recepcioniste. Pse? Trajnohet për komunikimin me klientin. E vërtetë. Shpenzojnë të tjerë shumë marrëmendse që të kemë krijojnë standardin nga komunikimi që ai krijon me klientin, kështu që e dyta është në një diapazon kohor shumë të shkurtër, ne mund të kemi komunikim vetëm me një, kurse një recepcionist ka mbi 10 minimumi, po themi nëse është një hotel i vogël, kështu që ka shumë variabla që e bëjnë recepcionistin shumë muskular. Po në përgjithësi, Fiona, do me thënë si ka ndikuar Airbnb si fenomen në tregun e akomodimit në Tiranë të paktën, si të duket ty? Ka rritur mundësit e akomodimit, do me thënë hapësirat, ke zgjedhje, nuk ke më, po shkoj këtu se vetëm këtë kam, do me thënë, kështu që ke alternativë. Dhe me rritjen e turizmit që po pëson të paktën në Shqipëria është e domosdoshme. Pa çka se është kështu thik me dy presa kur i themi ne sot se edhe pse domethënë i krijohet mundësi një familjari ose dikujt që nuk është këtu dhe nuk e shfrytëzon atë pronën e vet, hapësirën e vet, dhe tani ka mundësi që të gjenerojë të ardhurat prej asaj më shumë se ç'mund të kishte me qira mujore, ti heq këtë drejt komodim ose të drejt dikujt tjetër që është vendës, student. E vërtet. Domethënë është pak problematike kjo marrëdhënia që ka me të dyja. Çfarë kërkojnë më së shumti vizitorët, turistët kur vinë në Tiranë, për shembull, edhe nga përvoja jote? Varet nga lloji turistit. Se siç e përmenda, un kam 5 apartamente, por nuk i kam të gjitha në të njëjtin vend. Që do të thotë, një është lokacioni. Më thënë, kemi turistin bazik që do atë shtëpinë në qendër, shofi muzeun, punkartin, Skënderbeun që po na ikën, do shkoj në Paris. Edhe pastaj kemi turizëm mjekësor, unë të tjerat i kam të përshëndruara, për shembull. Në cilat zona? Një e kam afër Kejtit. Pastaj tjetrin e kam afër një klinike dentare që është shumë e njohur. Domethënë, shumë e njohur, nuk e di, sa as nuk e di emrin e klinikës, me thënë të drejtën, po e di që shumicën e rezervimeve e kam prej asaj. Kurse dy të tjerat mund të them njërin do e shohim. Është pak më qendrore, por është facilitetet që ofron godina që e bëjnë shumë të kërkuar. Më thënë, ti nuk ke nevojë të dalësh fare nga godina për të shkuar në supermarket, farmaci, domethënë gjitha restorant, gjitha shërbimet i ke brenda në godinë. Kështu që për këtë arsye, për shembull, ato 2 apartamentet mua më gjenerojnë më shumë rezervime se apartamentet e tjera. E tjetra është pamja. Pamja. Në një apartament me pamje të bukur ose balkon ose lartësi është gjithmonë më atraktiv se normalisht. Edhe lloji godinës, domethënë, kështu që. Pastaj tjetër është edhe afërsia me jetën e natës së qytetit. Dikon edhe kjo. Dikon edhe jo. Shumë rinia do
apartamentin në rrugët që ka zhurmë. Sa më afër qendrës, sa më afër bllokut. Mos përdori taksin. Cilat janë sfidat kryesore që has një host? Sfidat. Pastërtia. Domethënë jo vetëm të di si të pastroj, se këtë nuk po e cek fare, po është problem shumë i madh në gjesh pastruese sot. Pra tek stafi qëndron sfida më e madhe. Po, edhe kjo menaxhimi i kohës, check-in, check-out është shumë problematik. Domethënë sa kohë në masi apartamentit, kështu që duhet të ketë një sistem shumë të mirë planifikimi, pastrimi, mbarvajtje, komunikimi, çelësat, hyrjat, ka shumë gjëra që duhet menaxhohen, domethënë të krijohet një lloj layouti, strukture që të jetë shumë e lehtë dhe konsistente në të ardhmen. Po, ndonjë kërkesë shumë e çuditshme që mund të ketë bërë ndonjë qëndrues. Tani kërkesat çuditshme ka pafund. Ka raste scam, mund të them, që përpiqen të arrijnë shumicën e rasteve dhe ishte dikush që nuk ishte as vetë klienti që po qëndronte, ishte gruaja e tij që më merr në telefon një javë mbasi kishte mbaruar qëndrimin personi në fjalë dhe më kërkon refund diku tek $500 se amerikan normal, shqiptar të Amerikës. Më kërkon refund vetëm se nuk ka gjetur burri telekomandën. Telekomandën e televizorit që ndodhe në shtëpi. Kjo, dyta... Nuk ka mënyra tjera, do me thëmë, për të menaxhuar këto, si... mënyra tjera ka sa të duar. Për shembull të pyes se ku ndodhet. Ku ndodhet. Jo, faktikisht ai pyeti, unë ja tregova, thash nëse nuk e gjen, më thuaj të nisti kë ishte kështu e dukshme? Tani, me thënë të drejtë, unë atë telekomandën nuk e gjeta. Pasi. Po, kam pas raste të tilla, më kanë vjedhur tigan, jastik, perde, tharsja është ndodh gjithmonë në hotele, po tigani. Ndodhe në hotele? Po tharset prandaj janë të inkastruara në mur. Qëndron edhe kjo. Më të lehta dhe më të vështira për të vjedhur. Po, ndonjë vizitor kështu që ka trajtuar shtëpinë si të ishte e vetja. Po, kam pasur. Edhe ka qenë shumë e çuditshme se ka qenë qëndrimi im, domethënë klienti im i parë që të qëndronte për më shumë se 3 muaj. Edhe ky qëndroi, domethënë ka një kusht që ti e rezervon për 90 ditë. Në momentin që ke bërë një rezervim për 90 ditë, bën tjetrin për 90 ditë prapë. Kështu që ky bëri diku të 2 rezervime dhe ndeti qëndroi deri në 5 muaj. 5 muaj, wow. Edhe isha kështu edhe mbas kësaj të skenës me çorapën në frigorifer, dorën në zemër, si do gjej unë shtëpinë, se kam me qera. Aman, kush pastaj me qeradhënësit. Një kalvar vuajtjesh. Por që ai doli ishte, nuk e di, t'ja jap falas prap. Vërtet? Aq mirë e kam mbajtur atë shtëpinë. Wow. Sinqerisht po bëj shumë qefi që folëm në mënyrë gazmore për gjëra kaq shumë serioze. Tani në përfundim, nëse ne tani menjëherë do shkojmë të shohim atë Airbnb. Nuk do mësoash këshilla për të rinj që duan të menaxhojnë Airbnb? Të marrin kohën e tyre për të gjetur apartamentin që i plotson, domethënë kanë afër. Se kjo pjesa që ta kesh afër apartamentin me vendin që ti jeton është shumë primare, se mund të ndodhi çdo gjë, mund të humbin çelësin, mund të bllokohet lavamani, nuk di çfarë them, domethënë, kështu që klienti është 24/7 ka nevojë për ty, nuk dihet ora. Ti je afër me apartamentin është gjithmonë shumë mirë, kështu që kjo është këshilla ime vetëm. Super fare, shumë faleminderit Jola. Faleminderit. I shohim atë Airbnb tani? Do e shohim. Duhet bëjmë sa video. Inshallah kemi pastruar mirë. Sa po ndoj që Tirana 360 gradë? Një podcast që mundësohet nga Bashkia e Tiranë.